Bukur sot bletët vetëm po dëgjohen, kanë dalë me punu, këta janë gati me lulzu. Jem në fund shkurt, 2026. Mujnë marë se kenë përvjetorin e trenve të lirisë në Krushe, këto është kompleksi. është muzeumi, muni marë me vizitu, kemi mbledh artefaktet luftës. Shqipja duke valu. Tash është koha e pranverës, kur mbillen fidanët. Bëhen me fej zarat, përgatiten për kohët ngjellura. Gjënë në zhurmën e bletëve. Koha për me dalë nxënësit nga shkolla. Koha drejkës. Bukuroshët. A ullshuta? Kohë e bukur sot, kjo është shkolla fillore Baram Curi, objekti i ri. Ndërsa këtu është shtëpia muze e Baram Curit, fshat ku ka pasur fatin Klind, heroi popullit. Gjatë internimit, familja Curi është ndalë në Krushe të Madhe. Sot e paskën hapën. Këtu këta janë parashkollorët e fshatit që kanë hyrë me vizitu shtëpinë. Hajde bukurosha. Emrin e ka marrë për zotit shtëpisë Bajram, që shka qenë të shqiptarë si tradit, edhe unë emrin tim e kom me hatë, pasi ka fillu dhe në hatë i fshatit nga përbisht, daja i bekimit djalit Taqës. Vetëm se këtu datë lindja 1862 na kem pësu, këtu qenë ka 1866. Ja këtu ndime 1862. Edhe balkani që duket si kur balkani Ismail Qemalit shtëpia në Lojë. Është pa pavarësia e Shqipërisë. Ky muze apo kjo shtëpi e Baram Curit duhet ende më plotësu me artefakte gjana që i takojnë herojt popullit. I kisha ftu këtu në Përërim kanë pas edhe Shqipërisë ka pas shumë që kanë ardhur profesore. I kisha ftu kush ka libra, fakte, lidhur me Baram Curin, mundën mi sjellën në muze të fshatit. Ndërsa në pjesën lartë ka lind Baram Curi, shtëpin e kanë fotografu Milazim Dorako, po ekziston edhe një incizim i vjetër i vitit 1979, kur televizioni shqiptar i asaj kohe ka ardhur në Krushe të Madhe, besoj e keni pa, vetëm e shkruni një YouTube Baram Curi 1979 Krushe të Madhe, ju del, që kanë qenë në Krushe të Madhe dhe kanë realizue dokumentar lidhur me jetën e Baram Curit. E kam postua dhe atë video, ma ka dërgu Qazim Doda prej Amerikës në televizionit AAA, kish pasrujt, që ka mora në arkiv Shqipërisë, nuk e di. E faleminderoj. Këtë në disa libra, fshati i dhrar, autor të është Qemal Krasniqi dhe Ergram Limani, ishës vogël. Këto janë Sebajdin Cenës, kronikën e përsërit vëllimet 1, 2, 3. Patër, kjo është për shtektarën e lirisë në Semir Shani i Ram Demonstrata, në ndajtës. Nërse kjo është po ashtu e Qemal Krasniqit monografi për Skender Bashin, nga sapni që ishe prori o QK-s, që është vra pas luftës, po jo vetëm Skenderi, edhe 100 pjesëtar tjerë tu QK-s janë vra pas luftës.
Ka qenë objekt, është ndërtu 1985, ndërsa një objekt tjetër atje është rënu për të ndërtu objekti i ri, ndërsa objekti më i vjetër ka qenë i vitit 1926 që nuk i kemi rrit. Këtu është foto u Kshinotit, kukën e potën ka qenë për pamje ngushëllime. Ecim! Opa, që është fa pamje bukur, flamuri u që kësë po shkërqen. Mjesht e bashtriku të ende me borë. I jem fut shkurtin 2026, kur në këtë trep të anadrinit apo të Rahovecit, vetëm fillojnë tash mbjelljet e fidanëve, më pastaj bartën fush. Është treve një orë bujqësore, po shumë kanë emigruar. Që ty kanë roë, ma poshtë kanë roë 8 studentët. O, 8 studentët e Krushës. Atje Knena kanë roë për funi, Edhe Mamet Marsori. Qëto qofa kurorës e qofa murdave për funi, qofa kurorës